Zakonisht, në të gjithë botën bëhet ndarja selektive e mbetjeve, që në burim, pra që në shtëpi, dhe këto mbasi bëhen, ndahen, pastaj kalon nëpërmjet transportit kalon në landfill. Pra shfrytëzohen mbetjet duke u seleksionuar. Dhe mbetjet që mbesin, sipas formës që ato kanë, trajtohen. Disa mund të dijen nëse ka incinerator, ndërsa mbetjet e tjera riciklohen. Pra gjithmonë procesi kryesor është riciklimi i mbetjeve, sepse nëpërmjet riciklimit krijon të ardhura, nëpërmjet riciklimit krijon vetpunësime të punojësve, të njerëzve, dhe nëpërmjet riciklimit ulet masivi i ndotjes, për sa i përket mbetjeve urbane. Dhe nëse do të ketë incinerator, faktikisht ne kemi incinerator, po incineratori nuk është në funksion dhe nuk është brenda kushteve teknike, gjendja në qytet bëhet edhe më e rëndë.